الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Gjithmonë kur filloj themi a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kjo afërmon. Na mbroj Allahu prej shejtanit madhku, prej veseve tona, prej këqijeve të vetëve tona, e shumë gjanave të tjera. Dhe themi bismillahir rahmanir rahim. Me emrin e Allahut, falës i madh, mëshirues i madh. Edhe vazhdojmë të themi elhamdulillahi rabbil alamin. Falënderimet janë për Allahun, Zotin e gjithësisë. Edhe kjo është formulë që të regon se ti je direkt i lidh me Zotin Gjellë Gjellaluhu, dhe me thanë nuk ke mo nërmjetësa, besimet gabume, por je i pastër. Mas kësaj themi, vë salatu vë salam ala Rasulina Muhammedin vë ala alihi vë sahbihi e gjmajin. Salatet, selamet, falje, mëshira, i takojnë qofshin për pejgamberin sallallahu alaihi wa sallam. Beko Zotit dhe. Edhe masa ne themi, shkojmë ke pjesë e unë. Thash që nuk do t'ju losë e hoxha, po. Çfarë thotë Allahu Gjelle Gjellaluhu në këta jetë? Fillon suratul Mu'minun, quhet kaptina e besimtarëve. I jepet një lajm i madh atyre që besojnë Zotin. Domethënë, janë të falë, janë të mëshiruar, kanë shpëtuar. Qad aflaha al-mu'minun. Kanë shpëtuar besimtarët. Por unë deshe ta lidh me një ajet tjetër, po në Kuranin e Madhërueshëm, nga fillimi i surës Bekare. Allahu Gjelle Gjellaluhu thot nga fillimi i Bekares, se besoj se gjithë e keni mësuar pjesën e shkurtër, Elif Lam Mim, Zalikal kitabu la rayba fihi. Ky me të vërtetë është një libër, thot, që nuk ka dyshim ndë. Pra, para se me ardhë, çfarë është besimtari, pse ka shpëtuar besimtari, çfarë do të bëjë besimtari që të shpëtojë, duhet me ditë që këta lajme, këta sihariqe, këta jepen vetëm librin e Zotit. I mori pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe ju tha të gjithë njerëzve. Edhe këtu, domethënë direkt atij i thotë, o pejgamber, kallëzoj atë. Të gjithë besimtarët kanë shpëtuar. Edhe kur erdhi Elif Lam Mim i Bekarës, kallëzoj atë pejgamber. Ka ardhur një kapitull i madh. Kapitulli i Bekarës, kallëzoj. Ta di njerëzit, pra gjithni ai na tregon. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Qad aflaha al-mu'minun. Pra, mos i ke beson Zotin, në më thanë, mos të me dyshime. Është ky libër thot në cilin nuk ka dyshim ndër, që është prej të madhit Zot. E solli enjli i pastër Xhibrili, në gjoksin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, aja transmetoi sahabët e deri ditën sa të mbaroi kjo jetë, nuk vehet dorë. Ja. Allahu Gjelle mbron, po e mbron edhe nëpërmjet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sahabët e deri ditën e gjykimit, besimtar mos besimtari, ruhet ky libër. Pra, e para duhet me ditë se çka shkruhet këtu është ndëmaruar. Mos u mollë me gjetë shtet tjetër. Ja. Vetëm çka është shkruar këtu për Zotin që ka përdorur. Pa hyj pak. I hadith pa e zbatoj pak, pa e ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po pa e lonë ka thati, jo. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shka ju po më dhonë, tha, merreni me zemër e me shpirt edhe kapunin tetha sa të mundi. Sa të mundi. Mase gjithë s'ke mos i pa më ato që jenë bazë kryesore. Qad aflaha al-mu'minun, me të vërtetë kanë shpëtuar besimtarët. Çfarë bëjnë do besimtarë? Pra e para, që e kanë marrë këtë titull, se besojnë Zotin. E besojnë Zotin ashtu si kur në mësoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe pejgamberi besimin i mori, nuk e mori prej kujt tjetër më, përveç se prej këtij libri. Absolutisht. Allahu Gjelle Gjellaluhu bilis sjell një ajet tjetër dhe thotë, nëse ti thotë do të veshë dorë ato i thotë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse ti thotë nuk do të zbatosh shortën e ligjerë prej këtij libri, ne do ta kosim të damarin e zot. Pra ai numër 1 që e zbatoi pari ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra dhe të mësh emrin besimtari. Keni vore që i thret atij ti shokut, mi o shok. Pse i thret o shok? Pra diçka ka ndodhur mes jush. Keni nejt bash, punoni bash. Pra shokon status, ose i na bën miq.
Po e thrasun atë mikun, se vend ona zerone, edhe I them unë mik filoni, edhe më thot filoni, pse e ke mik? I thosh unë I kam marrë djalin për vajzën. Po çka bova ki, thot djalin për vajzën. Ne ta themi I kam dhënë djalin, I kam dhënë vajzën për djalin, jo djalin për vajzën. Thash I kam marrë djalin për vajzën. Edhe ai thash, I bosish, kam marrë vajzën time për djalin. Pra I na bën miq. Edhe kjo miqësi që duhet marrë. Ky iman, ky besim që e morë këtu. Pra e knove këtë ajetin e parë, të dhali ke kitabu la rejbe fish. Ky është libër që nuk ka dyshim dhe të besove dhe. Ku delil muttaqin, vazhdo ajeti, edhe thot është udhëzues për njerëzit e të devotshëm, ata që janë të përkushtuar ndaj Zotit pa asnjë lloj dyshimi dhe devijimi. Ka shpëtuar besimtarët. Çështja u bën besimtarët? Ka sa standarde, sa kushte, patjetër. Domethënë, ta marrësh këtë status të Allahut xhallahu këtu për Zotin, kjo është gjë e madhe. E kanë marrë disa shokë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shumica atyre. Të gjithë bile I pjesë kanë marrë deri në dynjë duke I cilësuar me xhenet, ndërsa disa tjerë ma vonë. Pra, e marrë këtë titull të shit duhet punë. Pse? I vetmi din që nuk ka lajka është ky din. Po desh, besime tjera, fe tjera, që me qenë tolerant, me bon lloqe, 6 muaj nej, 6 muaj nej. Futu me gjithë pozat e xhamia, mos u laj, mos u shpraj, mos bëj kësi sendër, mos u fal. Nuk ky din prandaj u urrej një pjesë, sepse ka kushte. Po s'desh e din ka tjerë. Adhe e ke çfarë dali, nërsa këtu për ne o problem. Ky ka punë. Shifeni. Besoj se ka disa për ju që kanë arë 5 herë ditë. Elledhine hum fi salatihim khashihun dhe ajeti ditë. Me këtë kapitull. Dhe më thonë, shpëtoj besimtare. Pse shpëtoj? Çfarë boni? A është nga këta llojet e që mund të jetë bota gjithë me këtë lloj? Ja. 5 herë në ditë, ka marrë abdes, ka lakon, ka fal namaz. Dhe më thonë të dytën, si standard I modhe Zot shkak apo kusht për të hyrë në xhenet, I ka vënë namazin. E në po të vini re, krejt I ka mërënë me të hujt. Se me 2 zotë së në fash namaz. Ja. Është batalë. Bile pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po është për çështjen e namazit kujdes thot, mos e vëllni namazin tuaj. Mos I boni drejtë namazit tuaj. E kupton? Se je vetëm për vetëm me Zotin. Preshet abdesin namaz, harro diçka në namaz, pa dashjen të gjitha, e kupton? Por mos I nënlëso, ika tje përsëritë merr abdesin, ktheve namazit për zdytit gjitha këto gjëra. Pa më shiko se s'po të kontrolloj njëri. Allah e veja hulli se e herë ne. Jem namaz. Janë veprime që të qesin bëri namazit. Në preja shtim rasit, ras jarri, dalohat tilet prej namazit kret, I tjetër njëhet me kërcënu besimtarët, me armë, me theke, me shpejt, me vrap gjithë të mbrëd, të rrujë. Ama, mas se tratoni dhët namazin tuj. Po, ra telefoni I besimtarë, I ra telefoni, alo. E bon gabimin më të rëndë. S'du me e thonë, son shumë e rëndë, e talë me Zotit. Vëlla ke dalë namaz, e para Zotit. Që shumë më betë, telefoni, të që telefoni. E ke harru pa izolu, s'ka problem. Le, si të lej, le të pa namaz. Elledhine hum, I salat e jim khashimun. Ata janë thot që e rujnë namazin. S'ka Allah që me ka. Këta rujnë namazin. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, ka thonë shumë hadithe për namazin, po mund si marrë në gjitha po. Es-salatu imaduddin. Namazi është shtylla kryesore e këtij dini. Në banesën e varrit thot do të pyetesh se a ke fal namaz. Nëse kjo përgjigje thot del mirë, do të thonë pozitive, gjithë të tjerat kanë bashkuar.